Le t'i japim dhe një duartrokitje tjetër, mirë se keni ardhur në ceremoninë e vlerësimit të mësuesit në këtë 7 mars. Faleminderit që jeni me ne, është kënaqësi e veçantë në fakt që t'ju shohim kaq shumë në këtë hall fantastik të Pallatit të Brigadave. Ne kemi nisur me himnin e mësuesit në një interpretim emocionues ardhur nga kori i liceut artistik dhe çfarë talentesh ka ky vend. Mirë po që këto talente të rriten, të lullëzojnë dhe të zhvillohen bukur, pa diskutim që është e rëndësishme dhe nevojshme që të ujten ashtu si që duhet. Dhe unë mendoj se roli i mësuesit këtë gjë e bën më smiri. Ajo që kujtojmë ne nga shkolla, pa diskutim që janë orët tona të klasës, shoqëritë që kemi ndërtuar, po mbi të gjitha është pasioni, dashuria dhe durimi që ju keni treguar për breza e breza me radhë. Ka përshtypjen që tani që rritemi fillojmë t'ju kuptojmë edhe pak më mirë dhe jam e sigurt se ju kemi lodhur shumë. Megjithatë, nëse ju e keni një talent të jashtëzakonshëm, është pa diskutim të gjeni gjuhën e përbashkët me të gjithë. Kështu që le ta nisim ashtu siç duhet këtë ceremoni, duke bërë urimin më të bukur. Gëzuar 7 marsi dhe faleminderit për gjithçka që keni bërë. Sot është një ditë e veçantë ku do të vlerësojmë disa nga mësuesit cilët kanë bërë diferencën në jetën e nxënësve të tyre, por për te kësaj, vlerësimin dhe nderimin e meriton cili do prej mësuesve cilët kanë qenë pjesë e sistemit arsimor dhe vazhdojnë të jenë dhe japin një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e brezave të rinj. Le ta nisim ashtu siç duhet këtë ceremoni. Unë kam kënaqësinë që në këtë çast të mirëpres pranë meje ministren e arsimit dhe të sportit, zonjën Ogerta Manastirliu. Faleminderit Ariola. Nderuar kryeministër, nderuar deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të dashur mësues dhe miq të arsimit, është kënaqësi që sot të jemi këtu në një ceremoni vlerësimi për mësuesit tanë, me kënaqësinë për të ndarë së bashku arritjet tona, por edhe ambicien tonë për të bërë edhe më shumë për mësuesit, nxënësit dhe sistemin tonë arsimor. Më besoni, nuk është aq e kollajt të përmbledhësh me pak fjalë mirënjohjen që ndjen për përpjekjet tuaja të përditshme në shërbim të dijes. Fjalët nuk gjenden kollaj, sepse juaj është një kontribut që shkon përtej asaj që mund të përshkruhet me fjalë. E juaja është një punë që ndihet, që përjetohet, që mbetet e gdhëndur në mendjen dhe kujtesën e çdo fëmie, derisa ai rritet, përgjithmonë. Në sytë e nxënësve ju jeni modeli për të ndjekur. Në mendjen e tyre jeni një udhërofyes për një të ardhme që ende nuk e njohin. Ndërsa në zemrat e tyre, këtë e dim të gjithë, ju mbeteni të pazëvendësueshëm. Ndaj dua t'ju falenderoj me zemër, sepse e di fort mirë që nuk është e lehtë puna që bëni, dhe e juaja nuk është një punë me orar. Është një sfidë e përditshme për të mbajtur ndezur zjarrin e dijes, për të ndezur edhe më shumë kureshtjen e fëmijëve tanë, për të frymëzuar një përpjekje për të ndryshuar jetët. Shpërblimi më i madh për punën e mësuesit, jam e bindur, nuk është as paga dhe as titujt, por suksesi dhe zhvillimi personal i çdo nxënësi. Kur një mësues sheh një nxënës që përparon, që realizon ëndrat e tij, aspiratat dhe bëhet një qytetar i mirë dhe i suksesshëm, ai merr shpërblimin më të madh. Dhe atëherë çdo përpjekje dhe çdo sakrificë merr vlerën dhe kuptimin e plot. Dhe është, besoj unë, mësuesia profesioni më i lumtur ndër profesionet, sepse arsimi fitoret i ka të vështira, ndaj edhe lumturin e ka të plot. Puna e mësuesit nuk është asnjëherë e lehtë, nuk ka qenë asnjëherë e lehtë. Çdo sfidë dhe çdo përpjekje, çdo vështirësi e kemi kaluar së bashku edhe në këto vite. Kaluam sfidën e tërmetit, sfidën e pandemisë dhe nuk u dorëzuam. Shkollat tona sot janë më të forta, janë më të bukura, janë më moderne. Çdo sfidë, çdo vështirësi mbart patjetër mundësi të mëdha. Dhe fal një përpjekje gjigande, vetëm në këto 4 vite, u rindërtuan më shumë se 180 shkolla. Dhe
që nga piknisja janë 450 shkolla të rindërtuara, të rehabilituara dhe nëse numërojmë dhe kopshtet dhe qertet që gjithsesi shërbejnë edukimit të fëmijëve tanë, mirëritjes së fëmijëve tanë, shkojnë plot 1000. Dhe nuk po flasim për shkolla të cilat kanë vetëm mure dhe klasat, por flasim për shkolla me sisteme ngroje, po flasim për shkolla me laborator të shkencave, po flasim për shkolla me infrastrukturën digitale, po flasim me shkolla, me biblioteka, me terene sportive, me palestra. Dhe janë ndërtuar në çdo cep të Shqipërisë, por puna vijon. Po jetojmë në kohën e zhvillimeve maramundse teknologjike dhe është vërtet mbreslënse puna që po bëni. Kam parë nga afër për gjatë gjithë këtyre muajve frymëzimin dhe pasionin e qindra mësuesve që i mësojnë kodimin nxënësve që në klasë të parë, përmes laboratorëve inteligjent që kemi investuar në më shumë se 340 shkolla. Dhe jam krenare se si përmes trajnimeve që jemi duke zhvilluar me programin kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, janë mbi 16.000 mësuesit që po trajnohen për metodat moderne të mësimdhënies, përfshirë dhe përdorimin e platformave inteligjente për lëndët e shkencave. Me këtë dua t'ju them se jeni ju që i jepni vlerën e duhur çdo investimi që ne bëjmë, përmes kurajos për të përqafuar të ren, punës dhe sakrificave që nuk lidhen thjesht me profesionin tuaj si mësues, por me misionin që ju udhëheq në përgatitjen e qytetarëve të mirë e të përgatitur që kërkon e nesërmja. Sepse jam e bindur që sado kushtet mira që ne mund të krijojmë, e sado tekste të perfeksionojmë, sado shkolla të ndërtojmë, e laborator inteligjent të investojmë, apo hapësira sportive të krijojmë, sado investime të reja që ne të bëjmë, apo sado paga që ne të rrisim, në fund të ditës asgjë nuk do të kishte as vlerë dhe as duk pa faktorin njerëzor, pa kontributin e jashtëzakonshëm tuaj që vetëm dora, mendja dhe zemra juaj e një mësuesi mund ta jap. Të dashura mësuese dhe mësues. Me gjithë respektin për gjitha profesionet, mbetem me bindjes se profesioni juaj është ai ofisniku. Një arkitekt i jep formën një godine, një inxhinier ndërton urra e rrugë, por ju nuk mësoni thjesht alfabetin, gramatikën, formulat matematik, fizik, në kimi. Ju ndërtoni as më pak dhe as më shumë, por vetë të ardhmen. Ndaj, dua ta mbyll duke thënë se do të vijojmë, të vlerësojmë dhe të mbështesim fort punën tuaj. E kemi bërë gjithë këto vite, por siç ju thash, nuk është kurrë mjaftueshëm për vlerën që ju i jepni shoqërisë. Historia nuk ka njohur asnjë komb që të jetë bërë i fort pa investuar tek dia, tek arsimi, tek mësuesit e vet. Dhe ju meritoni më të mirën. Prandaj sot, në ditën tuaj, dua t'ju shpreh edhe një herë mirënjohjen më të thellë për çdo gjë që ju bëni, për çdo dritare që hapni në mendjen e fëmijëve tanë, për çdo fjalë inkurajuese që ju thoni, duke i përgatitur për të nesërmen. Gëzuar 7 marsin. Faleminderit zonja ministre, faleminderit për gjithçka që keni bërë, ndërsa në këtë ditë të rëndësishme për mësuesit kemi po ashtu kënaqësinë të ftojmë në skenë për të thënë fjalën e tij kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje të gjithave dhe atyre të gjithëve që janë sa gishtat e dorës, po shumë mirë që i kemi si hudra për mos marrë mësysh zyshat. Më vjen jashtëzakonisht mirë sot që më mundësia të adresoj këtë audiencë me një përfaqësi të atyre grave, burrave, vajzave, djemve që kujdesen për fëmijët e Shqipërisë në të gjithë territorin e vendit tonë dhe
besoj që e di shumë mirë se sa e vështirë duhet jetë puna juaj në kushtet kur shumë çka ka ndryshuar për mirë, por dhe në kushtet kur shumë çka tjetër ndryshon me një shpejtësi maramëndse për shkak të teknologjisë. Dhe më vjen po ashtu shumë mirë që në atë shumë çka që ka ndryshuar për mirë, kemi arritur 3 gjëra shumë të rëndësishme, të cilat duken në fakt si 3 gjëra që as nuk duhet të diskutoheshin ndonjëherë, por ja që jo vetëm u vënë diskutim, por u kthyen në një problem shumë të madh për gjithë komunitetin e mësuesve. E para, autoriteti i mësuesit ishte një autoritet i nëpërkëmbur si s'ka më keq për shkak të pasigurisë plot të vendit punës. Dhe patjetër vjen pastaj e dyta që meritokracia në përzgjedhjen e mësuesve dhe në promovimin e mëtejshëm të tyre në karrierë ishte faktikisht e nëpërkëmbur si s'ka më keq. Dhe e treta shpërblimi i mësuesve, që ishte jashtëzakonisht i pamjaftueshëm në kushtet kur sfida e të qenit mësues bëhet gjithmonë më e vështirë. Sot kemi në të treja këto drejtime një situatë të përmbysur plotësisht. Të gjithë mësuesit dhe mësueset e Republikës së Shqipërisë ose mësueset dhe mësuesit e Republikës së Shqipërisë janë plotësisht të lirë të kenë çfarëdo lloj opinioni politik të duan, janë plotësisht të sigurt në vendin e tyre të punës dhe patjetër që janë edhe plotësisht respektuar për kontributin e përditshëm që japin. Së dyti, të gjithë ata që përfshihen në këtë komunitet njerëzish kaq të rëndësishëm për popullin ton, për vendin ton, hynë jo më nga dyert e pasme të gjithfar lidhjeve, por hyn nga një derë vetme, që është dera e meritokracisë përmes portalit Mësues për Shqipërinë, që prej vitesh tani më është ligj dhe jo thjesht një nisëm për të lehtësuar proceset e rekrutimit për ata që kanë meritat, por nuk kishin lidhjet e duhura. Dhe e treta, le ta ngrej dorën kush ka menduar që në vitin 2024 ju do kishit pagën mesatare 950 euro. Paga mesatare 950 euro është një fakt shumë domethënës i fuqizimit të vendit tonë ekonomikisht, por edhe i vullnetit për të fuqizuar mësuesit, për të fuqizuar buxhetet e tyre familjare dhe patjetër që është një pagë shumë dinjitoze, por nuk diskutohet që nuk është absolutisht fundi, por është një stacion në një rrugë ku ne përsëri do të rikthehemi tek pagat e mësuesve, do të rikthehemi tek pagat e mjekëve, të infermierëve dhe të gjithë atyre që i shërbejnë kësaj republike, që i shërbejnë njerëzve në këtë republikë. Dhe sigurisht që ambicia jonë është për ta quar pagën mesatare
të mësuesve përtej 1.000 eurove pa diskutim. Nuk dua të zgjatem, më është dhënë detyra të fras këtu disa mësuese, me sa pash nuk ka asnjë në gjinin mashkullore, është njëri në fund, është njëri në fund, e kemi një hudër në fund. Dhe po e filloj me Lulieta Gjergun, që është mësuese e fizikës në gjimnazin Kemal Stafa, e cila sipas motivacionit që kam unë këtu të shkruar, vlerësohet për kontributin në edukimin STEM, zhvillimin e metodave inovatore mësimdhënie dhe mentorimin e brezave më të rinj. Kështu që si mësuese mjeshtër në shkencë, Lulieta, mbase ka dhe ndonjë fjalë për me gjuhën e shkencës, në fakt. Përshëndetje të gjithëve, gëzuar festën e 7 marsit, këtë festë që na nderon, po dhe na obligon që të jemi në lartësinë e arritjeve të nxënësve tanë. Meqense mu dha mundësia që të marrë këtë çmim, e vlerësoj shumë këtë çmim për punën që unë kam bërë ndër vite. Ky çmim më motivon sigurisht krahas arritjeve të nxënësve të mi të përvitshme që më lumturojnë edhe më motivojnë që të punoj më shumë. Dhe meqense jam mësuese shkencash dhe më jepet mundësia të flas në gjuhën e shkencës, duke patur parasysh që gradienti i vështirësisë së punës sonë është në rritje, po adresoj një kërkesë që besoj e kanë të gjithë ndër ne, që gradienti i pagës sonë jo vetëm të jetë pozitiv, siç është, po të jetë edhe në rritje. Faleminderit. Ka lezet kështu kur t'jedhë mundësia dhe shfrytëzon rastin. Kjo tregon që shkenca ecën përpara. Një tjetër mësuese që me shumë kënaqësi do ta thërrisja këtu është mësuese e gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnazin Gjergj Kastrioti Skënderbeut Krujës, e cila vlerësohet si mësuese promotori i talenteve me motivacionin për kontributin në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore përmes programit Arte, Zeja dhe Sport, dhe emri i saj është Rudina Pengili. Përshëndetje të gjithëve. Ky çmim për mua sot është emocion, kënaqësi, vlerësim, por mbi të gjitha motivim për punën time në të ardhmen. Duke qenë se marr këtë çmim në programin Art dhe Zeje, ku ka më bukur që sot si vazhduese dhe promovuese e traditës, t'ju uroj këtë festë tradicionale të gjithë mësuesve kudo që janë, gëzuar 7 marsin. Programi Art dhe Zeje, një risi e domosdoshme për të rinë tanë, për edukimin e vlerave të kulturës dhe traditës. Patjetër që ka një program teorik që ka në fokus zbulimin dhe zhvillimin e talenteve të reja, por ky program teorik nuk mund të gjej kur përkraje pa pikërisht atë mjedis të jashtëzakonshëm që qyteti i Krujës i ofron këtyre talenteve të reja. Kështu që është mjedisi i duhur, sepse është dëshmi e pasurisë shpirtërore, kulturore, trashëgimisë së vyer të popullit tonë. Ju faleminderit. Një tjetër mësuese e cila vlerësohet për si mësuese inovatore për vizionin në avancimin e teknologjisë në arsim dhe për përgatitjen e
nxënësve për sfidat e epokës digjitale, është mësuesja e fizikës dhe teknologjisë në shkollën nëntëvjeçare Xhemal Çekini Berat e Liberta Ziu. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për çmimin, për vlerësimin dhe doja të thoja që ky çmim në fakt mund të shpërndahet në shumë mësues, shumë kolegë që kanë pasur rastin dhe fatin që takoj këto vitet e fundit në trajnime të ndryshme, në ngjarje, komunitete që ne kemi bashkërisht në rrjete profesionale, të cilët më thonë vazhdimisht se kanë kënaqësinë që këto vitet e fundit të punojnë në kabinetet të reja, me teknologjinë më të re, me programe, simulime nga më të ndryshme, të cilat i ofrojnë nxënësve jo vetëm njohuri, por edhe qasje dhe një sjellje të qëndrueshme, që i përgatit ata për gjithë të epokë digjitale në cilën e po jetojmë. E vlerësoj shumë këtë çmim, gëzuar festa të gjithëve dhe shumë faleminderit. Mirënjohjes. Më vjen shumë mirë që me një nxitje që jemi përpjekur t'i japim gjuhës shqipe, kemi arritur në një mënyrë të zgjojmë ndjeshëm organizmin e deri dje fjetur të gjithë gjymtyrës arsimit që adreson çështjen e gjuhës shqipe dhe kjo do të ishte totalisht e pamundur pa motivimin dhe pa pasionin dhe vullnetin e mësuesve dhe mësuesve të gjuhës shqipe, të cilët kam shpresë dhe uroj që ta ndjejnë interesimin e shtuar nga ana jonë për të nxitur më tej mësimin e dur të gjuhës shqipe në një kohë si kjo e sotmja kur gjuhët e vogla në kuptimin e përdorimit përgjithshëm kërcënohen nga teknologjia dhe nga ana tjetër në një kohë kur shkrimi i gjuhës, pavarësisht gjuhë e vogël apo e madhe, aspektin e numrit të përdoruesve, kërcënohet nga teknologjia. Dhe për përkushtimin në mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe për nxjerrjen në pa të talenteve të reja, duke vlerësuar si mjeshtër në gjuhë mësuesen e gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnazin Daskal Todri në Elbasan, ftoj Klodiana Pezën për të marrë këtë vlerësim. Faleminderit, e gëzuar të gjithëve. Kur mu tha që do të mbash një fjalë të shkurtër të rastit, dhe nuk ta kemi merakun se je e gjuhës, pa dyshim që ju falenderoj shumë. Ama më besoni që klasa është perfekt habitati. Sot për te emocioneve të shumta, jam shumë nderuar që jam këtu. Si që e thatë edhe ju, zoti kryeministër, në ra risku neve të gjuhëve dhe të letërsisë, që të jemi vërtet më vigjilent për shkak të këtij kërcënimi që ndodh sot me gjuhën. Jam vërtet krenare dhe jo vetëm për meritën time për këtë çmim sot. Sot përfaqësoj të gjithë kolegët e mi dhe më besoni që pesha e Daskal Todrit është goxha sfiduese. Profesioni jonë është vërtet, jo thjesht profesion. Është thirrje brendshme, është tyse fort. Kështu që të gjithë ne që jemi këtu, vërtet që e meritojmë këtë ditë sot. Faleminderit që të gjithëve nga se. Është bërë një punë e posaçme dhe ka pasur një progres të madh të përvitshëm për arsimin special, për t'ju qëndruar pranë atyre të cilët
janë fëmijë me nevoja të veçanta dhe për cilët kishte një boshllëk vërtet dramatik në shërbimin që bënte arsimi ynë, ndërkohë që sot është një armatë e tërë mësuesish të arsimit special, të cilët meritojnë mirënjohje, respekt, si të gjithë mësuesit e tjerë, por meritojnë edhe një vlerësim ekstra për shkallën e vështirësisë së punës tyre të përditshme dhe më vjen shumë mirë që më jepet mundësia që të jem unë që jap këtë vlerësim si mësuese arsimit special, mësueses ndihmëse me pedagogji speciale në shkollën nëntëvjeçare Hasan Vogli në Tiranë, Lulinda Diva. Përshëndetje të gjithëve, ju uroj gëzuar 7 marsin. Puna me fëmijët me nevojat e veçanta është një punë që kërkon shumë sfida, shumë durim, mbi të gjitha përkushtim dhe shumë dashuri. Ky çmim nuk shkon për të gjithë kolegët e mi të arsimit special, për punën e tyre të palodhur. Puna me fëmijët me nevojat e veçanta është një përmirësim që është bërë vazhdimisht në arsimin shqiptar. Politikat e reja që janë marrë nga qeveria në arsimin shqiptar kanë bërë që këto fëmijë të ndjehen një lloj të vlerësuar, të barabartë me fëmijët e tjerë. Gjithashtu edhe shkollat burimore, po që ndërtohen avash në të gjitha shkollat, kanë bërë që këta fëmijë të jenë të njëjtë, të barabartë me fëmijët e tjerë dhe pjesë e shoqërisë. Faleminderit dhe gëzuar 7 marsin. Faleminderit shumë. Një sfidë në vete është orientimi i karrierës edhe në këtë drejtim janë bërë hapa të rëndësishëm përpara, por jemi të vetëdijshëm që ka ende një mal për të ngjitur, ama sot është më e lehtë ta mendosh ngjitjen pikërisht sepse është krijuar një shtresë solide e mësuesve të orientimit karrierës dhe për kontributin në orientimin profesional të nxënësve dhe ndihmën për zbulimin e potencialit tyre, dëshiroj të ftoj mësuesen e shkollës nëntëvjeçare Selim Alliu në Peshkopi, Ermira Shej. Nderuar zoti kryeministër, të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Arsimit në vend, të nderuar kolegë, miq, mësues, ju falenderoj pamas për këtë vlerësim, i cili në fakt është një mirënjohje nga ana ime, por një vlerësim që shkon dhe i bashkohet të gjithë atyre mësuesve që morën përsipër të çojnë në vend këtë ligj të ri arsimor, i cili me të drejtë, e tha zoti kryeministër, ka qenë një nevojë e cila është përqafuar nga të gjitha ata mësues që sfiduan veten dhe arritën të bëjnë një punë kaq të mirë me nxënësit në shkolla, për t'i udhëzuar talentet, për t'i udhëzuar ëndrat dhe të gjithë dëshirat që këto fëmijë dhe këto nxënës, edhe në rolin e mësuesit, por edhe në rolin e prindit, e them që është shumë nevojë e madhe që me të vërtet ne t'i udhëzojmë nxënësit në rrugën e dijes, por t'i udhëzojmë që të ndjekin ato hapa në vazhdim, të cilat pa diskutim do të sjellin breza të formuar mirë dhe breza një armatë e Shqipërisë, të cilët pa dyshim i duan vendit këtu në Shqipëri, të punojnë dhe të jetojnë në vendin e tyre me pasionet e tyre, duke vënë në vend ëndrat e tyre. Gëzuar 7 marsin dhe faleminderit që të gjitha. Faleminderit. Dhe përpara sa të ftoj edhe hudrën këtu, jam vërtet i inkurajuar nga puna juaj, nga përpjekja juaj dhe nga mënyra se si të gjitha dhe të gjithë ju ka përceni vështirësitë kësaj pune
e cila, si që thash dhe më parë, bëhet edhe më jashtëzakonshme për shkak se ju jeni në luftë të përditshme, të përorshme, të përminutshme, me një mësues tjetër që është në fakt çmësues. Çmësuesi që rri në xhepin apo në çantën e fëmijëve, e nxënësve, dhe që në mënyrë të vazhdueshme i nxit përmes të gjitha fytyrave të tij, përmes rrjeteve sociale, e kam fjalën, që të bëjnë krejt kundërtën asaj që ju kërkoni. Dhe në ndërkohë që ju keni domosdoshmëri për të pasur një aleancë shumë të fortë me prindrit, ka shumë momente, besoj, që ndjeni të pafuqishme dhe ndjeni të pafuqishëm, edhe kur së bashku me prindrit trajtoni problematikat e fëmijëve, pikërisht sepse ai çmësuesi në xhep është shumë tërheqës, është shumë interesant, është shumë markëtues, nuk ju kërkon të bëjnë detyrat, nuk ju kërkon të ulin kokën dhe të lexojnë, nuk ju kërkon të zgjidhin ushtrime, nuk ju kërkon të shkruajnë bukur gjuhën e tyre, nuk ju kërkon të lexojnë e të recitojnë poezi, por ju ofron vetëm gallat. Dhe ju mëson se si t'ju nxjerrin gjuhën sapo ju ktheni kurizin, në rastin më të mirë, se ka raste besoj që ju nxjerrin gjuhën edhe kështu ballë për ballë. Por kjo është një sfidë ku ju nuk jeni vetëm dhe ku ne jemi gjatë gjithë kohës pranë jush, duke përmirësuar vazhdimisht kushtet dhe duke zgjeruar mundësitë tuaja. Dhe nëse i kthehen për një moment të gjithë këtyre çmimeve, atëherë të gjitha ato çmime janë të lidhura me përpjekjet e bëra në të gjitha këto drejtime. Sot ju shkoni në një vend pune që është dinjitos, në shkolla që janë jo thjesht të transformuara, por që janë me standardet e shkollave të mira, se ka dhe shkolla jo dhe aq të mira, edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Sot mësuesit e teknologjisë, apo ata që duan të bëjnë mësues të teknologji, kanë në dispozicion laborator të standardeve më të larta, cilët do të shtohen vit pas viti për të mbyllur brenda trevjeçarit të gjithë nevojat e të gjitha shkollave për laboratorë inteligjent. Sot në shkolla ka biblioteka që janë ndihmëse, të cilat do të vazhdojmë t'i pasurojmë. Dhe patjetër që ka nevojë të rishikojmë në aspektet caktuara dhe kurikulat, të rishikojmë edhe tekstet e kështu me radhë për të qenë në lartësinë e sfidave të kohës dhe këtë ta bëjmë bashkë me ju, sepse ju jeni edhe burimi më i mirë i dijes për çka ne duhet bëjmë më shumë dhe më mirë. Dhe sot, për te i gjitha këtyre, ka edhe 2 programe të mëdha që ne jemi të vendosur t'i zgjerojmë më tutje, programi i artit dhe i zejeve, që është një program që ka pasur shumë impact aty ku është zhvilluar dhe që na ka mësuar që duhet ta zgjerojmë shumë më tepër për t'i dhënë mundësi të gjithë fëmijëve që të kenë akses në art dhe në zeje. Dhe paralelisht brenda këtij programi është një nën program i fermës në shkollë, të cilin do ta zgjerojmë më tutje për të pasur në të gjitha shkollat një mundësi që fëmijët të njihen me
ndjesinë e tokës, e punës me tokën, e prodhimit nga toka, dhe paralisht me këtë programi i madh i sportit. Programi i sportit në shkollë, që sot numëron 12.000 fëmijë të mirë organizuar, në një lëvizje që ka ngjallur jo vetëm interesimin, por dhe respektin e Komitetit Olimpik Botror, dhe që është e destinuar të rritet, duke krijuar një hapësirë tërësisht të lirë dhe të re për fëmijët që të shoqërizohen përmes sportit, por duke krijuar edhe një fidanishte, nga ku jam i bindur do të dalin talentet e nevojshme për të ngritur nivelin e Shqipërisë dhe në përfaqësimin e saj në kompeticione ndërkombëtare, në disiplinat ku ne jemi fokusuar, të cilat dhe ato do të zgjerohen me disiplinat tjera. Dhe për kushtimi, dua t'i falenderoj të gjithë mësuesit dhe mësuesve e edukimit fizik. Kemi pasur një boshllëk të madh në këtë punë. Fakti është që me ardhjen e demokracisë, ndër shumë gjëra të tjera, pati dhe një rritje maramëndse të kolesterolit edhe të peshës për frym, dhe heqja fare e edukimit fizik, pastaj ishte një goditje pas shpine në raport me shëndetin e publikut, shëndetin publik. Sot jemi në kushte të tjera, patjetër që ka akoma shumë për zhvilluar, por falë këtyre mësuesve që janë përkushtuar dhe si trajner, ne kemi vendosur një bazë shumë optimiste. Dhe për përkushtimin në zhvillimin sportiv të nxënësve në ekipe sportive në shkolla dhe kontributin për evidentimin dhe për nxjerrjen në pa me sukses të talenteve të reja, dëshiroj që të tras këtu një mik, po ashtu nga kohë të vjetra, Erdal Borovën, mësues i edukimit fizik në gjimnazin Sami Frashëri, i cili vlerësohet edhe si trajneri më i mirë. Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar zonja ministre, të nderuar të pranishëm. Ndihem me të vërtetë e nderuar dhe krenar për këtë vlerësim të kontributit tim në fushën e edukimit fizik dhe sporteve, dhe sidomos edhe si trajner në projektin e zhvilluar 3 vitet e fundit nga Komiteti Olimpik ekipe sportive në shkolla. Projekti i cili, siç thatë dhe ju, i dha një zhvillim më të madh si nga ana masivitetit, por gjithashtu edhe nga ana cilësore, lëvizjes sportive në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme të gjithë vendit. Dua të ndaj këtë vlerësim me të gjithë stafin pedagogjik të shkollës time Sami Frashëri, me të gjithë mësuesit e edukimit fizik dhe nxënësit dhe sportistët me të cilët kam punuar ndër vite. Edhe një herë falenderoj dhe suksese gjithë mësuesve në punën tuaj fizike. Faleminderit. Dhe duke parë gjithat bukuri që po rri po pret atje, ndërkohë që unë flasë dhe nuk mbaroj, ju uroj të gjithave dhe gjithëve gëzuar 7 marsin, dhe përfitoj nga rasti që zonjave të pranishme të uroj edhe 8 marsin, ndërkohë që zotrive të pranishëm t'ju sugjeroj që nesër të sillen në mënyrë posaçërisht shumë të mirë, duke marrë përsipër të gjithë punët e shtëpisë, dhe nëse ka ardhur dita e larjes xhamave, duke larë edhe xhamat, ndërkohë që grave dhe vajzave që kanë në shtëpi duhet ju falin një liri pa limite dhe mos ju thonë ktheu se u bëvon, se më hahet. Faleminderit. Faleminderit Zoti Kryeministër.
Në fakt edhe mua nuk më ngele shumë shka për tënë, sepse kemi ardhur në fund të kësaj ceremonie e nderimi, do t'ju ftoja të gjithë të pranishmëve të dilni në ambientet e jashtme të Pallatit të Brigadave, aty ku është organizuar edhe koktejli i rastit, për të bërë gëzuar edhe për të ngritur pse jo një dolli. Faleminderit edhe një herë, shihemi vitin e ardhshëm gëzuar 7 Marsin.